Tani do flasim për dollarin, për fluririn, për metalet e çmura dhe madhet kryesor. Do që dihet pak më interesant këtë javë ky segment sepse do mullohet dhe floriri dhe silver dhe pastaj edhe bondet 10 vjeçare që janë shumë të rëndësishëm për tregun dhe për animin e investitorëve. Dollari është afër një thyrje strukture, një thyrje të trendit për lart. Kemi këtë trendi që ka vazhduar për lart disa muaj, se kemi që në datën 21 që ka filluar trendi që datën 19 shtator, kemi 2 muaj, rezistencë këtu për herë të tretë dhe shkoj për poshtë, tani ja do shkoj te zona 98, po shkoj këtu, kemi riskon, kemi lëvizje të dollarit, të asete me rritje më të lartë dhe mund të vazhdoj për më lart. Po që vazhdon të mbaj këtu, mund bëhet një farë shtrëngimi dhe prap kemi mundësi për këtë ulje, ose do kemi rritje deri te 100, 101 dhe ulje të S&P-ja dhe të kripto. Do shikojmë me kujdes situatën dhe rotacionet. Por është një moment kyç kjo prap. Çdo 2 javë, çdo një javë bëhet një moment kyç që unë kam rrethuar këtu për të marrë vendimin, që të thuhet apo jo, kjo zonë. Kemi floririn në rritje. Ne kemi kapur te 4070, kam tërtuar unë tek zona këtu dhe ka mundësi që të vazhdoj për më lart deri te 4344. Këtë është zona që u shikoj këtu, ose all time highs, me çmim më lart historik. Duhet okay, nuk shikoj ndonjë dobësi, duhet të shikoj me kujdes si do hapet java tjetër. Silver vazhdon rritjen dhe këte kanë kapur çunat të Discordi, antarët me pagesë te kjo zona këtu dhe janë goxha profit me një orë shumë të mirë, duhet e 1.4, 1.5 te kjo swing për lart, jemi tani te all time highs dhe vazhdon të ketë rritje. Arsyet, besoj që të gjithë e dinë, unë kam darë te Telegrami dhe shpresoj që të jeni informuar për arsyet pse argjendi po rrit më shumë se sa floriri. Po që merrni me këtë punë, merrni me tregtim, doni të dini për ose doni të jeni të informuar, do të keni ditur arsyeën pse argjendi është më i mirë se sa floriri, po që se dini, keni te Telegrami, kam darë aty, keni edhe te Discordi im. Kemi bondin 10 vjeçar që pati një dip dhe gjatë kësaj dipi është krijuar një inverted head and shoulders dhe është pak e rrezikshme tregu tani. Mund të jetë në një situatë që ne mund të kemi një rritje të bondeve prap dhe një ulje të tregut. Do ta monitorojmë situatën sepse thash tani ka çdo 2 javë ka filluar që të bëhen këto momente kyç të dollarit, te bondi 10 vjeçar dhe te S&P-ja dhe po bën rotacionet. Jemi tani prap në një moment kyç. Si do reagoj këtu? Po shkoj pak më thellë, tregu vazhdon te all time highs, te S&P-ja, te Nasdaq-u dhe te floriri, por jo te kripto. Kuptohet, kripto është aq i shkatruar si strukturë për momentin që do kohë të rindërtohet. Kemi tregjet e tjera globale, nuk do t'i muloj këtu se bëj shumë i gjatë video, por janë do mullohen gjatë javës te kanali im personal. Ja vlen që të bëni subscribe aty dhe të shikoni videot ditore që unë bëj me analiza teknikale dhe fundamentale me ide falas që jap aty. Kemi gazin natural për arsye sezonaliteti që vazhdon të rritet dhe ka qenë një tregtim perfekt që unë kam përmendur që në shtator. Aktualisht që në gusht ka filluar të përmend që mund të ketë një rritje sezonale dhe ja ku jemi. Kemi një rritje që nga fillimi i shtatorit që ka vazhduar për lart dhe një rritje nga $3 deri te $4.80. Ja zakonisht e mirë si rritje diku te 67% besoj. Se dhe mund nga bëjmë matematikën e shpejt 60%. Haqesh. Metalet e tjera të çmura kanë pasur rritje, ka qenë mundësi e mirë për t'i tregtu.
gjithë metalet e çmura, për ato arsye që ju thash, rotacionet e metaleve të çmura dhe si industri, që ju thash në fillim të podcastit. Pastaj kemi pasur dhe commodities madhe të tjerë si kakao, një rritje e mirë, kafja, ke pasur misrin në rritje, edhe të tjerë me radhë, nuk po emuloj shumë këtu, po kakao ka pasur një rritje të mirë dhe mund të ketë rritje më të mirë afatgjate këtu ose i farë rezistencë për dalë poshtë, po duket mirë struktura. Unë mendoj që kaq mjafton për podcastin sot, shpresoj që të ke qenë informues, po që e keni pëlqyer podcastin, na bëni like, na komentoni më poshtë, po që me keni ndonjë mendim për tregun, ndoshta nuk jeni dakord me mua, nuk mendoni një gjëra, shkruani në një koment, gjithmonë jam interesuar të di se çfarë mendoni. Na bëni dhe subscribe, na ndihmoni me algoritmin, na ndihmoni që të rritet kanali dhe të bëjmë content të tjera, të bëjmë video të tjera, po mundohemi të ndërtojmë kanalin në mënyrë organike, pa investuar kapital në marketing. Është bërë çdo gjë në mënyrë organike, 1600 subscriber në mënyrë organike, sepse informacionet që ne japin vlen dhe janë të sakta. Gjithashtu më ndiqni mua në media sociale private apo personale, Instagram, TikTok dhe YouTube-in tim personal, ku unë ndaj analiza çdo ditë në gjuhën anglisht. Dhe po që keni dëshirë që të bëni pjesë e grupit tonë në Telegram, që është me 1300 anëtar, mund të klikoni linku më poshtë videos, të përshkrimi videos dhe të hyni dhe të ai grup. Gjithashtu keni dhe mundësi të hyni te Discordi me pagesë, të merrni më shumë informacione gjatë javës, të jeni informuar. Është vetëm 15 pound e muaj, thjesht një kafe në javë dhe mësoni diçka dhe avanconi në këtë industri shumë të vështirë që vetëm 5% dalin fillim provës dhe mundin tregun. Mirupafshim.